çfarë ka mundur të s'kisha lënë ka qenë përtuar të ka qenë gjë interesante, se shtëpia ishte profesionale si Dal këtë informacion, duke bërë një pasur karrierën time akademike. Artificiale, mekanike. Sa që është interesante, me vështira që çdo njeri ka në jetë, ka rrugtimin dhe historinë e vet. Trajtohej ose tipikohej si një njerëz i çmendur, pikërisht se ishte më saktë organizata Ju përshëndes nga studio e emisionit intervju këtu në Euronews Albania. Kam kënaqësinë që të kem në studio Franco Egron, gazetar. Franco, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta Mirela dhe faleminderit. Në fakt nuk di si ta nis. Më vjen të pyes ashtu sikur se të pyes zakonisht premteve që Franco çka ke sot në Balkan Talks, kë ke të ftuar, çfarë do trajtosh? Kjo është biseda e përjavshme, sepse unë mbaroj lajmet në 20:30, të premten në 20:30 është Balkan Talks, është dhe ditën e shtunë. Është një emision ku hapësira gjeopolitike e Ballkanit strukturohet në një mënyrë shumë koncize, kapsulohet dhe nga pikpamja gazetarisë ka shkon atje ku duhet të shkoj. Si arrin ti ta bësh këtë? Mirela është vërtet pasion. Është vërtet pasion që në nismat e mia si gazetar, lajmet ndërkombëtare i kam pasur gjithmonë parë me një sy të veçantë dhe sidomos gjatë viteve 90, kur unë punoja jashtë Shqipërisë, pjesa e lajmeve ndërkombëtare zinte një hapësirë të jashtëzakonshme. Dhe në atë kohë qelloi që filloi shpërbërja e ish Jugosllavisë. Dhe ne si gazetar dhe unë si gazetar ishim me apo pa dashje, ishim të fokusuar tek ajo që po ndodhte në Sloveni, ajo që po ndodhte në Kroaci, ajo që ndodhi më pas në të gjitha ish republikat dhe krahinat autonome të Jugosllavisë. Dhe gjatë gjithë kohës, edhe kur merresha me temat shqiptare, një sy e kisha tek marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe më pas eksperjenca në disa sektorë të tjerë të BBC-s, ajo më bëri që të fokusohesha edhe më shumë tek zhvillimet globale, por zhvillimet globale me impakt në rajonin e Ballkanit. Çfarë ndjen, shikon këtu disa prej momenteve? Jam përpjekur të nxjerr disa prej intervistave që ti ke bërë për Euronews Albania, jo vetëm. Është emocion i bukur, Mirela, sepse dhe ndoshta përgjigjen mund ta shpreh shkurtimisht me një bashkëbisedim fare të shkurtër përpara fillimit të një emisioni pikërisht në këtë studio ku jemi bashkë, me një prej protagonistëve më të rëndësishëm të jetës politike shqiptare në hapësirat shqiptare. Edhe ai më tha, Franco, nuk kam kohë të shoh televizion, por e shoh me shumë kënaqësi Balkan Talksin për dy arsye. Dhe unë fokusova me një herë tek arsyet. Arsyeja e parë tha është temat që trajtohen dhe lidhjen që bën atë që më pyete, dimensionin pan-europian apo global me impakt në rajonin e Ballkanit, dhe e dyta më tha, ti nuk merr asnjëherë njerëz për hir të politikës së ditës. Ti merr njerëz që e njohin mirë fushën për të cilën i pyet. Dhe më erdhi shumë mirë, Mirela, sepse kjo ishte dhe kjo është ajo që unë dua të bëj. Dhe që ti e arrin, ti e realizon. Faleminderit. Një galeri që do ta pastrojmë edhe gjatë intervistës, por fillesat janë në Radio Tirana, mos gaboj? Fillesat janë në Radio Tirana, Mirela, dhe gjithmonë i kujtoj me shumë emocion pozitiv. Për dy arsye. E para, sepse ishte rrjedhoi e një angazhimi kur isha fare i ri, i kisha shumë pasion në gjuhët e huaja. Dhe për te anglishtes, për cilën unë studioja në shkollën e mesme dhe më pas në fakultet, paralelisht unë studioja dhe gjuhën arabe. Arabisht? Gjuhën arabe, arabishtën.
Gjithmonë i kam pëlqyer gjërat e veçanta, gjërat të cilat do të ndikonin në formimin tim. Dhe një nga arsyet e arabishtes ishte për të kuptuar ndoshta edhe më mirë përplasjen izraelito-arabe. Ishte një pasion i kohës për të lexuar dhe për të kuptuar përtej retorikës së Zërit të Popullit, të Bashkimit, të atyre gazetave, për të kuptuar një dimension më të gjerë. Sepse ishte koha e regjimit komunist. Ishte koha e regjimit komunist. Mësove arabishten. Një mik i babait, të cilin babai e kishte operuar, vjen një ditë në shtëpi dhe babai, duke ditur këtë ndjesi, pasi u largua ai, më thot Franco, ke dëshirë të mësosh arabisht, sepse Hasani tha e njeh shumë mirë arabishten dhe në traditën e Hasani ishte një nga ish personalitetet e jetës fetare muslimane për para viteve 67. Dhe tha, edhe Hasani më ka shprehur dëshirën që unë dua t'ja kaloj njohurinë time të gjuhës një të riu. E kuptoj. Dhe si thua u bë një match, u bë një... Ti e flet arabishten dhe tani? Tani jo, Mirela, sepse... E ke harruar, apo janë mbas mbivendosur largimit gjuhën? në Londër, nuk pata mundësinë, por unë isha speaker në Radio Tirana. Pra, ti e fillove si speakeri? Si speakeri jashtëm në Radio Tirana, bashkëpunëtori jashtëm i seksionit arab. Dhe aty më kanë ndihmuar shumë dy djemë të rinj, që tani janë sigurisht janë zotërinj dhe janë të njohur, njëri nuk jeton më Ëngjëlli, ndërsa Beharin që e takova para ca ditësh, ai vazhdon dhe punon për raportet mes Shqipërisë dhe botës arabe. Por ata më kanë ndihmuar me qëllim që unë të isha speaker me kohë të plot. Pra ti jepje lajmet në gjuhën arabe? Lajmet e bëra nga Radio Ëngjëlli, Tirana nga këta. fliste arabisht përmes teje. Përmes meje. Arabisht dhe? Anglisht. Dhe fillova part-time edhe në anglisht. Pra jepje lajmet në dy gjuhë, në gjuhën arabe, gjuhën angleze si i jashtëm. Si i jashtëm. Si i jashtëm. Dhe me kalimin e kohës, më ndodhi një element i çuditshëm. Mirela, rastësisht takoj një gazetar me shumë emër në atë kohë, që quhej Bardhyl Polo, i cili për mua ishte si një prind në ambientet e Radio Tiranës. Ai ishte shefi i redaksisë së marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe në një moment më shikon dhe më thot, pse nuk bën një shkrim për filan gjë dhe më jep 3 materiale. Ullu, thot, bëj dhe ma jep ta shoh. Unë në atë moshë nuk e kuptoja që ky ishte testi i tij. Me qartë. Dhe pas dhe nuk kishte as makina shkrimi, as një gjë, ishte me dorë. Dhe pas një gjysmore unë i them, hidhi një syt lutem, nuk e di të pëlqen. Dhe ai më thot, qen ka e mirë. Dhe pa dijenin time, ai e çon emrin tim tek drejtori i radios së jashtme që ishte Napoleon Roshi. Napoleon Roshi ishte një nga emrat më të njohur të marrëdhënieve ndërkombëtare si gazetar, me një karrierë të gjatë tek Bashkimi, Gazeta Bashkimi, që njihej për faqen e saj të marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe kështu ndodhi. Pas mbarimit të shkollës të universitetit, Napoleon Roshi bën kërkesë që Franco Egro të vihet punoj në Radio Tirana dhe sërish në raportet në marrëdhëniet ndërkombëtare. Por kësaj radhe si gazetar i brendshëm. Si gazetar i brendshëm me kohë të plotë. Në borderos, atëherë quhej bashkëpunëtori i jashtëm dhe gazetar i brendshëm. Dakor, sa vjet në Radio Tirana? Në Radio Tirana 4 apo 5 vjet si kohë, prej të cilave 3 part-time, 2 full-time, dhe nuk e harroj Mirela, sërish Bardhyl Polo, më thret në zyrë dhe më thot, unë isha 25 vjeç, 26 vjeç, më thot, Franco, do zhvillohet një aktivitet shumë i madh ndërkombëtar. Ishte konferenca e Londrës për ish Jugoslavinë. Dhe thot, me delegacionin e Ministrisë së Jashtme do shkosh ti për të raportuar që andej. Dhe unë në atë moment thash, Luli, mos duhet ndonjë tjetër me shumë eksperiencë, dhe nuk e harroj fjalinë e tij, Mirela. Noti mësohet në det dhe në det me dallg.
Ti do shkosh dhe unë jam i bindur që do dalësh mirë. Pra, nga do që unë rrotulloj tani këtë bisedë, del Ballkani. E kuptoj. E qartë. Del Ballkani. Mbas 4-5 vjetësh në Radio Tirana, janë 2 logo shumë të forta ku ti ke punuar, edhe që këtu emri jot është farkëtuar, le të themi, sidomos me BBC-n. Vërtet. Edhe në Deutsche Welle një kontribut i jashtëzakonshëm, por kur ne themi BBC-a në Shqip etj, na vjen menjëherë emri jot, sepse zëri jot ka qenë i emetuar përmes BBC-s në Shqip me atë të folurën tradicionale që ti e ke edhe sot, radiofonike dhe që... Kam qenë zëri i parë i BBC-s në Shqip dhe nuk e haroj që shefi i redaksis, një për mua personaliteti jashtëzakonshëm, si gazetar, por mbi të gjitha si njeri dhe lider dhe menaxher, pasi njohu menjëherë stafin, ishte i mrekullueshëm për të vënë pikat mbi i. Dhe ku secilin e vinte në pozicionin ku do t'jepte më të mirën e vet. Dhe këtë nuk e haroj. Nuk e haroj momentin kur më tha do jesh moderatori i parë, bashkë me Veton Surojnë, bashkë me Diana Kolën dhe bashkë me Juli Gogën. Ne ishim 4 moderatorë që e prezantonim atë dhe ishte një emision, e kam thuajse të 30 minutin e kam në mendje, Mirela, por e bukura ishte që duke bërë një herë në BBC turnin e natës, e gjeja të kaset dhe e vendos. Dhe i thash vetes, ti e ky që ke folur, sepse zëri ishte plot emocion, ishte me ngarkesa, ishte me ngjyra, nuk ishte ai zëri i sigurt që erdhi gradualisht duke u pjekur me eksperiencën e përditshmërisë. E qartë, kam 2 fotografi që do doja që ti komentonim, kalojmë tek e para, ju lutem. Këtu. Veton Suroj dhe çfarë momenti është ky këtu? Ky është momenti i para përgatitjes për të dalë në transmetim. Ne menjëherë pas vajtjes në Londër, na futën në BBC Training, një departament i jashtëzakonshëm dhe jemi ushtruar prej 1 muaji në të gjitha zhanret e gazetarisë. Nga më elementari deri tek më i sofistikuari, dhe më pas erdhi departamenti i reklamës për të bërë publicitetin e rilançimit të BBC-s në Shqip, sepse ishte mbyllur në 67-ën dhe u rikthye në 93-shin, në 24 shkurt të 93-shit. Dhe unë dhe Vetoni ishim ndër të parët, ndërsa zotria është Dervish Duma, njëri prej gazetarëve që zëri i fundit i BBC-s në 67-ën. Dhe u rikthye me ju? Dhe ai u rikthye duke treguar episode të vetat, duke u përpjekur të nënvizonte sa e rëndësishme është gazetaria e mirë në raport me një audiencë e cila i ka të pakta mjetet e informimit. Në Shqipëri ishte vetëm radio-televizioni publik shqiptar dhe ishte dhe zëri i Amerikës. Kaq ishin burimet e informacionit masiv të opinionit E publik. kuptoj. Kalojmë tek fotografia tjetër, ju lutem. Këtu? Ky është ekipi i parë i cili e ka startuar. Ndërtesa mbas është Bush House-i. Aty e kemi nisur, bile tek dera është ka qenë redaksia jonë e parë. Të gjithë kemi qenë goxha të rinj. Ai në qendër është Tim Cook, i cili ka meritën e jashtëzakonshme në përzgjedhjen e një ansambli, unë do të thoja gati perfekt, dhe arriti të krijojë një ekip shumë harmonik me njëri tjetrin, dhe ne, duke e kuptuar pikat tona të forta dhe të dobta individuale, arritëm që të krijonim një kohezion të plot dhe të funksiononim në grup. E qartë. Ishte hera e parë që unë e kuptova atë që më pas është bërë në teoritë e menaxhimit dhe të komunikimit, sidomos në sektorin ton, si të punosh në grup apo si të punosh në ekip. Dhe ky ekip ishte vërtet, unë do thoja, spektakolar. Duket që ka një ndikim të madh
BBC-ja tek ty, por natyrisht dhe Deutsche Welle ishte një emër i madh, është një emër i madh, është prezent. Absolutisht. Çfarë përvoje ke? Çfarë si e kujton? Deutsche Welle e kujtoj me shumë kënaqësi, apo sepse koha në të cilën punova në BBC ishte koha e post-konfliktit në Kosovë dhe ishte shpërthimi i luftës së armatosur në Maqedoninë e Veriut. Dhe unë vija në Deutsche Welle pas dy eksperiencash, Mirela, që komplementonin njëra tjetrën. Ishte 6-7 vjet eksperiencë në sektorin shqip të BBC-s dhe më pas 2 vjet nëpërmjet një konkursi shumë të fortë kalova në programin anglez të BBC-s dhe punova për 2 vjet për World Today dhe NewsHour dhe Europe Today, që ishin 3 emisione jashtëzakonisht të rëndësishme për vetë BBC-n. Dhe, si thuash, autoritetin BBC-ja, emrin që gëzon e ka prej këtyre 3 emisioneve. Dhe, si thuash, kombinimi i eksperiencës në sektorin shqiptar dhe i kësaj në international, krijoi tek unë një siguri që do t'isha shumë më cilësor në mbulimin e ngjarjeve në Maqedoninë e Veriut dhe realisht kështu ndodhi. Nuk e harroj, Mirel, thuajse pak ditë pas konfliktit armatosur në Maqedoninë e Veriut, unë isha në Tetov. Dhe para se të hipja në mal, në Shipkovic, atje ku ishte dhe baza e UÇK-s, kombëtares, isha duke ecur thjesht dhe kisha në dorë logon e mikrofonin me logon e Deutsche Welle, sepse po afrohesha për të bërë një mini intervistë. Dhe 2-3 djemë të rinj thonë, Franco Egro. Nuk atëherë unë punoja në radio, nuk punoja në televizion. Dhe kthehem edhe i them, urdhë. Tha, pse ti je? Po, i thash. Dhe kjo ka qenë një nga kënaqësitë e mëdha. Pra, pam njohur, thjesht identifikimi i logos me emrin, mua më dha një kënaqësi të papërshkruar, sinqerisht. Franco, ti ke një jetë në gazetari, dhe do flasim dhe për televizionin, një jetë në gazetari që ke pasur përvoja dhe situata që ndodhin njerë në jetë. Edhe mund ketë dhe gazetar 20 vjetë që janë bas makinës, bas tavolinës, bëjnë një punë shumë të respektuar, por natyrisht nuk kanë këtë impact, ndërkohë që ti ke këtë impact, jo sepse dhe unë e vlerësoj shumë që ti e mirënjohës dhe falenderus, por jo sepse ata të zgjodhën ty, që ata zgjatën dorën dhe të zgjodhën ty dhe të tërve në nashtë një dorë dikur dhe themi falemderit, kjo është një anë e historisë. Por për të ardhur deri këtu ku je, është puna jote dhe është emri jote, Franco Egro, sepse ke punuar. Dhe mbasi bëre këtë punë në radio, ku ti u asociove me BBC-n, me Deutsche Welle në Shqip, ishe zëri i tyre në çdo cep ku kishte hapësirë shqiptare dhe sidomos jashtë Shqipërisë, shumë i vlerësuar, kthehesh në Shqipëri kësaj radhe për të bërë televizion. Dhe çfarë ndodh kur ti vjen në terrenin mediatik privat shqiptar? Besoj se ti ke punuar tek televizioni koha fillimisht dhe më pas ABC News-i mban firmën tënde në hapje të tij si drejtori i parë i këtij televizioni lajmesh tashmë. Si ishte kjo përvojë? Ishte e veçantë, Mirela. Gjatë kohës që punova në Londër dhe në Deutsche Welle, më pak në Deutsche Welle, por më shumë në Londër, ata kishin një departament të trajnimit, siç e përmenda, dhe filluan të fusin edhe multimedian. Ishin ndër pionerët e multimedias globalisht, por na bënin dhe trajnime edhe për anën televizive. Por ata thonin një fjali që unë e kam shumë për zemër. Është shumë e lehtë të kalosh nga gazetaria e radios në gazetarinë televizive. E kundërta është pak më e vështirë. Po, dhe është e vërtet. Dhe është e vërtet. Dhe unë besoj që dhe ti e kupton, po dhe unë i kuptoj njerëz të ekranit që nuk kanë kaluar nga radio. Plotësisht e drejtë. Dhe kuptoj njerëz që janë vetëm televiziv,
dhe nuk kanë artikulimin e dur sepse mikrofoni i radios është shkolla e parë, mendoj. Absolutisht është shkolla e parë dhe është e domosdoshme për karrierën radio-televizive, sepse duke mos patur pamjen, ti gjithçka duhet ta japësh nëpërmjet të zërit. Dhe nuk e haroj në një kurs trajnimi, ishim një grup gazetarësh thuajse nga i gjithë bota, ishim 10 dhe mbaj mend ishte rënja e Bashkimit Sovjetik. Dhe korespondentja e BBC-s në Moskë sjell një material i cili u vlerësua me çmim ndërkombëtar, Bridget Kendall. Nuk e haroj emrin, ka qenë një super gazetare dhe mbasi e luajtën si material, të gjithëve na thanë, na thuaj një fjali, se çfarë emocionesh të krijon ky lloj materiali. Dhe kur më erdhi radha mua, unë thash, unë e pash në sytë e mendjes të gjithë atë çfarë Bridget ka dhe ai që na trajnonte, tha, fiks ky është televizioni. E qartë. Pra, duke bërë gazetari radio, ai tha, ky është televizioni. Ti e jep me imazh Ti e atë jep që me imazh, mendon. ndërsa ti arrin që ta japësh nëpërmjet fjalës gjithçka. Pra, nuk ishte, Mirela, shumë e vështirë, por sigurisht përdorimi i kameras, këndet e kameras, ato që ne i quajmë plane, ato që ne i quajmë nuk do aty në teknik. Teknikisht e kuptoj që por si kuptohet. përmbajtje, unë nuk e kisha fare të vështirë, ishte një kalim shumë normal për mua. Si e gjete terrenin mediatik në Shqipëri? Në çfarë vitesh flasim? Flasim për 2003-shin. Që në 2003-shin? Unë punova 6 muaj tek Radio-Televizioni Shqiptar, isha në pozicionin e kryeredaktorit të lajmeve të televizionit publik dhe ishte i ndjeri Artur Zhej, ai që duke e njohur karrierën time në mediat ndërkombëtare, më kërkoi që të punoja për të. Aty qëndrova vetëm 6 muaj dhe arrita të krijoj një ide më të plot dhe sërish nëpërmjet personaliteteve si Agron Çobani, me të cilin qëndroja shumë afër në atë kohë dhe arrita të kuptoj edhe elemente që ndoshta një sy, edhe pse me eksperiencë, nuk arrinte t'i kapte në median televizive. Dhe ai më ndihmoi shumë. Ato ngjyrimet Dhe këto detajet e vogla dhe Stefan Gajo, një tjetër emër i madh mjeshtër jashtëzakonshëm, edhe ai më ndihmoi me planet, me këto për të kuptuar më mirë. Dhe më pas drejtova për 6 muaj departamentin e lajmeve dhe pati një jehon shumë pozitive. Në qarqet mediatike, në atë kohë ishte i ndjeri Fatos Nano, kryeministër, dhe kur rastësisht takohemi në një mbrëmjen e vitit të ri të atij viti, ai nuk e dinte që unë isha kthyer dhe më thot, prandaj shoh që televizioni shqiptar ka ndryshuar. Ishte një kompliment i tipit të zotit Nano, por që ishte edhe një vlerësim për atë kontribut që unë po jepja në atë kohë. Më pas kalova tek televizioni Koha, aty ishte një sfidë e jashtëzakonshme, Mirela. Televizioni u mbyll, sepse ishte në një gjendje as pak të shëndetshme, u mbyll për 1 muaj dhe brenda 1 muaji unë kam rekrutuar gjithë stafin, kam përgatitur gazetarët, bëra një mini trajnim me ta brenda mundësive, unë mbështeta te gazetarët e rinj dhe një pjesë tjetër me eksperiencë. Dhe ndërthurja e këtyre, kur u rifilloi televizioni Koha, edhe ai në shkurt, madje ka qenë 14 shkurti, që nuk e haroj, dita e Shën Valentin, dhe pati një jehon shumë pozitive. Dhe nuk e haroj, një nga miqtë tanë, ishte drejtor lajmesh në një televizion tjetër, Enkel Demi, më merr në telefon dhe si thuash edhe ke Koha, edicionin e parë të lajmeve e prezantova unë. Dhe ai më thot, Franco, kështu duke më komplementuar, dhe realisht u ndjeva mirë. U ndjeva mirë që u riktheva dhe u riktheva me një diçka ndryshe. Dhe televizioni Koha, për hir të së vërtetës, brenda një periudhe 2-3 vjeçare, u rendit në 4 televizionet më të shikuara në Shqipëri. 60 minutat e tua ishin, ti kishe një hard talk, do të thënë në këtë formatin e intervistave të thella, të vërteta, që vazhdojnë edhe sot, në fakt, nuk kanë dalë jashtë mode.
Jo, as pak. Gazetarët e vërtet këtë bëjnë, se bëjnë podcast, se bëjnë në kamera, se kjo është biseda e drejt për drejt. Hyre, unë mbaj mend atë kohë dhe qarkulloje në tregun mediatik si një gjë e mirë, pra ka sjell një frymë të re, diçka bashkohore dhe diçka me shumë kualitet. Asgjë, do të thënë, mund të kenë çeduar teknikisht gjëra, por përmbajtja jote ka qenë gjithmonë kualitative. Më pas vjen ABC-ja. Kur vjen ABC News-i? Pasi unë ndërprend marrëdhëniet me televizionin kohaj, pata një takim me pronarin e televizionit Klan dhe u interesova për bashkëpunim. Dhe pronari i televizionit Klan me shumë lirshmëri më thotë, unë kam një dëshirë, dua të krijoj një televizion informativ. Ke dëshirë? Dhe unë i thashe kam ëndër, jo dëshirë. Sepse është pikërisht ajo, Mirel, që folëm së bashku deri tani, pra kjo eksperiencë në Radio Tirana, kjo eksperiencë në BBC, kjo eksperiencë në Deutsche Welle, ai know-how i mbledhur duke parë televizione ndërkombëtare, më krijoi hapësira. Kërkesa e dur në momentin e duhur. Dhe unë mbaj mend që mbas 4-5 ditësh bëj një draft dhe ja dërgoj me email. Dhe në stilin e tij pronari më thot Sandri, në stilin e tij më thot po kjo është. Do ta bëjmë. Dhe kështu filloi dhe ai më la hapësirë maksimale. Kur filloi ABC-ja, mos thaj në shkurt ABC. Jo, ka qenë në tetor. Po. Jo, ka qenë në tetor, dhe un pata mundësinë që ma krijoi Sandri që të mbledh ndoshta gazetarët më të mirë në të gjitha departamentet e televizionit, në politik, në sport, në kulturë, në rend, pra në të gjitha ato mini njësit që ka një redaksi lajmesh, unë arrita të tërheq gazetarët më të mirë. Dhe nga ana teknike unë mbështet mjaft mirë nga miku ynë Raqi dhe të tjerë nga Drini, që ishte dhe Drini Jasa, që ishte gjatë gjithë kohës aty bashkë me Raqin, përgjegjësi teknik, drejtori teknik, dhe sepse pa mbështetjen e tyre nuk mund të kishte sukses. Dhe ajo që më bëri përshtypje, Mirela, ishte që ky televizion i ri kishte një koncept. Koncepti ishte, si thuash, kuintesenca e gjithë e akumuluar ndër vite e kësaj know-how dhe hedhja në praktik. E qartë. Sa kohë në ABC? Një vit, gati 2 vjet. Gati 2 vjet. Mbas shkëputjes nga ABC-ja? Mbas shkëputjes nga ABC-ja... Derisa na erdhe ne në Euronews, edhe unë të gjeta në fakt në Euronews, por një gjetje shumë e mirë, pozicionim shumë i mirë. Mbas shkëputjes nga ABC-ja, e cila mbetet një nga krenaritë e mia, sepse në 3-4 muajt e parë, ajo arriti jo vetëm të konkuronte, por të ishte e para ndër mediat, ndër televizionet informative. Dhe kjo qoftë nga word of mouth e kolegëve, por edhe nga agjensitë që merreshin me reklamat. Dhe filluan hapësirat kohore mes edicioneve të shtoheshin për shkak të reklamave. Mbas largimit nga ABC-ja, kisha dëshirë që të bëja një lloj breaku, një lloj pushimi për të reflektuar, dhe në atë periudhë u mora shumë me mësimdhënie. U mora shumë me mësimdhënie, duke dhënë leksione për gazetarin, për komunikimin tek Universiteti i New Yorkut dhe më pas tek Tirana Business University, dhe ishte një eksperiencë e bukur, një eksperiencë ndryshe, një dimension krejt tjetër, por dëshira dhe pasioni për gazetarin më bëri që të merrem edhe me një radio që quhej Albanian News. Ishte një radio që nuk pati jetë të gjatë fatkeqësisht, por arriti që në një periudhë 6 mujore të bëhej ndër më të dëgjuarat në radiot shqiptare, sepse unë gjithmonë e kam menduar këtë, që radioja është një medium i jashtëzakonshëm në rast se i jep peshën dhe vlerën e duhur dhe organizuar nga njerëzit e duhur që e duan dhe e din atë. Televizionit të mbulon ndonjëherë, sepse të flet figura, të flet fytyra. Radioja është mendje dhe shpirt
edhe ata, unë e them gjithmonë, kush di të bëj radio, di të bëj media. Absolutisht është saktë. Për Jam mua plotësisht dakord, Mirela. më e mira, gazetaria e shkruar është tjetër gjini, aty nuk flas dot se nuk jam. Po, edhe unë pak eksperiencë kam Unë aty. kam shumë pak eksperiencë në radio dhe unë jam televizive, unë kam bërë televizion të jetën, por ajo pak përvoj në radio më ka ndihmuar dhe e dua shumë radion. Megjithatë, ne e treguam historinë tënde mbas kësaj radioje, ti vjen në Euronews, dua të di si erdhe këtu te Euronewsi, si u bashkove me këtë logo dhe që vazhdon dhe sot. Ishte rastësi. Ishte sinqerisht rastësi. Unë takoj sërish një mikun ton të përbashkët dhe nuk e takova për Euronewsin, po shoqërova bashortën të cilën e kërkonin në Euronews. Dhe kur ky shok më thot, po ti më thot mua, çfarë bën? Ky që tha jam shoferi sot. Dhe thot, okej, ti s'mund t'jesh vetëm shoferi, thot, ma nis CV-n dhe kështu më pas, mbas 2 ditësh, takoi Ilvataren, që ishte drejtoresha e parë e informacionit, dhe Ilva duke e njohur edhe ajo ecurinë time në media, më tha kam shumë dëshirë që të punojmë bashkë. Dhe kështu filloi ecuria ime në... Dhe që nga i moment është histori, të premte të shtun, jeni me Franco Egro në Balkan Talks. Unë e doja ta bëja këtë CV tënde, sepse vetëm duke folur kështu, unë doja të bëj një pyetje që do zëri vend përgjigja. Çfarë duhet të di një gazetar? Dhe si duhet të punojë një gazetar? Mirel, sa kohë kemi. Pak, ashtu si që kapsulon gjërat edhe këtë. Kam përshtypjen, Mirela, që mbi të gjitha është, ndoshta është fjale e shumë përdorur, apo dhe e keq përdorur, mbi të gjitha është dëshira dhe pasioni, mbi të gjitha është të dish çfarë do, dhe në funksion të saj, të mos lesh asgjë pa bërë në atë që unë e quaj gjithmonë, është janë 2 fjalë në anglisht, improve yourself, përmirëso vetveten. Unë kam pasur jashtëzakonisht fat, siç e përmenda, qoftë me Bardhyl Pollon, qoftë me Marin Carmen, që kanë qenë orientuesit e mi të parë, më pas me Tim Cookun, më pas me 3-4 ultra profesionistë që unë kam patur në BBC, apo Adelaide Falken në Deutsche Welle, që kam patur fatin pra që ata që mua më kanë orientuar dhe mbështetur shumë drejt, por asgjë nuk do isha bërë në rast se unë nuk do kisha dëshirën që të përmirësoja veten çdo ditë. Franco, si përgatitesh për një intervistë? Lexoj pafund, përpiqem të lexoj gjithçka dhe kjo, si thuash, në 2 pista. Vështirë të ketë një lajm nga rajoni dhe nga zhvillimet e mëdha që unë nuk e kontrolloj disa herë në ditë, dhe njëkohësisht duke ndjekur, dhe këtu e them, jo sepse jemi ne në Euronews, Mirela, por Euronews i kushton shumë rëndësi marrëdhënieve ndërkombëtare, marrëdhënieve rajonale, raporteve ndërshqiptare e gjitha këto. Pra, duke lexuar shumë për gjithë çka ndodh në hapësirat ballkanike dhe ndërkombëtare, dhe duke ndjekur kryesisht Euronewsin, por edhe BBC-n, mua më shbërë si drogë tani, gjatë gjithë kohës unë në radio kam vetëm BBC-n, i bërë subscribe tek faqet e BBC-s, dhe të gjithë kjo lëndë, unë e kam shumë të lehtë më pas për të menduar dhe për të orientuar se si unë do të trajtoj cila është tema, cilat janë nën temat, cilat janë protagonistët, dhe çfarë të reje do të sjell nëpërmjet trajtimit të një teme të caktuar në emisionin Balkan Talks. Kjo të ftuar që thua, unë i kam karamele këta i për të... Jo, asnjëherë. Ajo Se është ti je gjëja shumë i më... madh, mund t'ja thuash vetes këtë, apo... Jo. Kjo ka të bëjë me atë që ne e quajmë, Mirela, në bisedat tona shpeshherë kemi thënë mindset. Është çështje se si ti i qasesh. Për mua, dhe këtu unë nuk kam qenë asnjëherë dakord me shumë nga moderatorët që kanë kaluar dhe kalojnë në përtreg. Nuk jam unë më i rëndësishmi. Më i rëndësishmi është i ftuari.
sepse i ftuari vjen për televizionin, vjen edhe për mua, duke më vlerësuar edhe mua. Nuk jam unë ai që duhet të flasi. Unë jam ai që duhet bërë pyetjet e mira, pyetjet e zgjuara, pyetjet që të nxjerrin mesazhin e rëndësishëm që është interes publik nga një i ftuar. As edhe një herë të vetme, dhe për sa kohë unë do jem në media, të gjithë të ftuarit meritojnë respektin dhe vlerësimin maksimal. Dhe unë i monitoroj në detaje edhe daljet e tyre shpesh herë. Por, shpesh herë... Ti shikon veten në ekran? E shikon në intervistat? Asnjëherë. E pas kemi njësoj. Asnjëherë, sepse më beso, Mirela... Ne kam idejnë që shumë njerëz si ne bëjnë të njëjtën gjë. Sepse jam i pakënaqur me veten. Jam i pakënaqur me veten sepse them për shembull, e la shumë gjatë të flasi, duhet kisha ndërhyrë me një tjetër pyetje. Regjizori joni i përbashkët, Elsonin, cilin e përshëndes, gjej një moment ta përshëndes publikisht, faleminderit Soni për gjithë punën që ke bërë. Më thot në kufje, e shoh unë për ju të dy intervistën. Po, Soni është i pari që e shikon atë. Dhe gjithmonë duhet vlerësuar dhe respektuar maksimalisht. Dhe ajo çka ndodh, Mirela, është ne harrojmë një element. Audienca është shumë e zgjuar, audienca është shumë e mpret, dhe audienca e kupton kur Mirela apo Franco nëse mund të shprehem, po shesin veten, po u duket vetja si shumë të zgjuar, si i njohin gjërat, dhe e kuptojnë fare mirë kur ata bëjnë detyrën e tyre. Absolutisht. Të njëjtin parim kam dhe kam thënë gjithmonë që njerëzit që na shohin janë më intelektualisht më lartë se ne. Ne këtë duhet kuptojmë. Secili që del në ekran. Është kosta e gjithë secilit se si do të qaset me kamerën dhe se çfarë profili do të japin kamera. Kush është intervista më e mirë për ty? Që ke bërë? Nuk di të them, Mirela, nuk di të them sepse intervista kam bërë jashtëzakonisht shumë. Por ajo që më ka mësuar më shumë, ndoshta ka qenë intervista e parë që kam bërë në BBC. Në ditën që ne do dilnim në transmetim, shefi më thot, Franco, do t'jesh ti që do të bësh intervistë me Douglas Hurd. Douglas Hurd ishte ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe. Dhe i them, po patjetër. Tha, dhe ai më mësoi dy elemente. Më thot, e ke bezdi që të vi dhe unë? Qasja angleze aristokrat. I thash, përkundrazi, do jetë kënaqësi. I thash, me sa mikrofona do shkojmë? Do shkojmë me 2, tha. Falenderoj, i thash. Dhe tha, ky është personi i kontaktit, me këtë do flasësh, dhe unë shkojmë gjysmore përpara, futemi në Foreign Office, një ndërtesë e jashtëzakonshme, siç mund të jetë Ministria e Jashtme e një perandorie të përhershme, dhe më takon asistenti me cilin kisha folur në telefon. Asistenti ishte brifuar nga unë cila do t'ishin piketat, dhe nuk e haroj realiteti shqiptar, pra Shqipëria, Kosova, që ishte e pushtuar, Maqedonia që ishte e pushtuar, hapësirat në Malin e Zi, pra temat të kësaj dhe pan-shqiptare. Dhe në një moment, duke ecur sipër, unë i them, është hera e dytë që unë e takoj ministrin Hurd, sepse edhe kur erdhi në vizitën e tij të parë zyrtare pas ndryshimeve në Shqipëri, unë e kam pritur në aeroport si gazetari Radio Tiranës. Dhe kur futemi në zyrën e tij, tejet impozante, ndoshta është zyra më impozante që unë kam parë në 35 vjet gazetaria aktive me intervista pafund, ai më thot, i dashur Franco, të falenderoj që erdhe, dhe është sinqerisht shumë kënaqësi që unë të takoj për herë të dytë. Dhe atëherë me njëherë thash, një nga peshat më të rënda të politikës globale e trajton me respekt një djalë 25 vjeçar. Dhe gjatë gjithë kohës që unë kam zhvilluar intervistën, dhe koha ishte 7 minuta. Me orën aty që ti shkon. Ndërkohë që unë e kalova minutazhin. Dhe si nuk pash, Mirela, nga ai zotëri,
as edhe një lloj lëvizjeje në bezdije, apo që po kalon, apo kanë një takim, apo kanë një gjë. Dhe mbaroi, dhe më pas janë bërë disa foto, që unë nuk e di ku janë, me të, dhe ka qenë një intervistë pra e jashtëzakonshme në ritmin që ai dha, sepse jam i bindur që e di mjaft mirë që me këta personalitete, pregatitja duhet jetë tejet e thellë, se përgjigjet e tyre janë jo më shumë se 3 apo 4 fjali. Dhe ritmi, dhe shefi ma dha këtë mesazh. Më thot, Franco, pregatitu mirë dhe fort. Unë nuk ndërhy. Je ti që do ta bësh intervistën, por pregatitu mirë se ke të bësh me një nga njerëzit më të aftë të politikës së jashtme britanike ndër shekuj. Dhe prandaj më bëri përshtypje shumë çka, dhe prandaj për mua ajo mbetet një intervistë jashtëzakonisht shumë e veçantë. E qartë. Pak publicitet, kthehemi pas pak. Kthehemi në bisedë, jam me Franco Egron. Franco, ti ke 3 goca. 2 ke ti, po unë them 3. I nxjerrim 3 gocat e Franco Egros, cilat janë, në fakt, to janë 2 vajzat. 2 vajzat, po. Por kemi edhe vajzën tonë Esmeraldën, gocën tonë, ja, këto janë 3. Çfarë është Esmeralda, familja, vajzat që janë si drita? Të falenderoj. Vajzat për mua tani janë gjithçka, Mirela. Sa vjeç janë? E madhja që është në mes është afro 15, ndërsa e vogla është 2 vjet diferencë. 13. Falenderoj. Janë shumë çka për mua, Mirela, ose janë gjithçka. Kaloj orë pa fund dhe më duket sikur jam sërish deficitar me to, dhe nuk di se si ti përshkruaj, Mirela. Janë Mesmeje dhe Esmeraldës, në sensin e natyrës, por ndryshojnë shumë me njëra tjetrën, por kam përshtypjen që energjinë e kanë nga mamaja. Nga Esmeralda. Dhe janë edhe kolerike, janë edhe dinamike, dhe por më vjen mirë për një gjë, që kam përshtypjen që nga fakti që kam qëndruar shumë gjatë, dhe ri shumë gjatë me to, kuptohemi mjaft mirë. Kuptohemi mjaft mirë, dhe kjo na ka bërë që të ndihemi jo si babai me vajzat, por si 3 shok. Është abuzuar me këtë term, por realisht unë jam shoku i tyre, nuk ndërhy në shumë çka, sepse dua që ato realisht vetë të zhvillohen dhe të krijojnë ato eksperiencat dhe personalitetin e tyre. Energjinë e kanë si Esmeralda. Do të thënë shtëpia juaj është e mbushur me gëzim. Se Esmeralda kudo ku hyn sjell një energji, sjell gjendje, sjell. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, por duke qenë se jemi të 2 gazetarë dhe shpeshherë kemi opinione të ndryshme për tema të ndryshme, kemi filluar, por tani mbas një periudhe të gjatë kohe që rrim bashkë, kemi kuptuar që nuk mund t'ja mbushim dot mendjen njëri tjetrit, por nga secili parashtron opinionin dhe këndvështrimin e vet, dhe ajo pjesë që i duhet e merr dhe në përditshmërinë tjetër. Këtu jeni 3 shokët, do me thënë. 3 shokët në Londër. Kush është edhe pas gjuvet huaja, apo si? Janë të dyja, të dyja janë tej mase të angazhuara. Ajo që unë kam dashur, Mirela, është që të dyja vajzat të arrijnë të kuptojnë që jeta nuk është e lehtë, që do të duhet të ballafaqohen me situata nga më të ndryshmet, por sa më shumë të përgatiten tani, aq më lehtë do ta kenë për të ballafaquar me çdo lloj sfide apo me çdo lloj përballje, të këndshme apo të pakëndshme, që do t'u dali nesër në jetë. Gazetare do doje të bëheshin? E përmenda pak më herët apo jo, nuk e mbaj mend mirë, Mirela, të 2 prindrit e mi janë mjek. Gjyshi mjek, daja mjek. Unë kalova gazetar, vllai im kaloi historian. Asnjëri nuk e vazhdoi. Por asnjëherë prindrit mua nuk më kanë shtyrë që të më thonë, Franco,
më mirë mjekësia sepse ne do të ndihmojmë, emri të ndihmon. Dhe unë asnjëherë nuk kam dashur që që vajzat e mia të ndikohen nga ajo që bëj unë. Shoh që vajza e madhe ka shumë interes për marrëdhëniet ndërkombëtare. E shoh që edhe në shkollë merr pjesë në klubet ku diskutohen marrëdhëniet ndërkombëtare, por deri tani mua më ka thënë që dua të merrem me ligjin ndërkombëtar. E qartë, ndoshta juriste? Juriste e marrëdhënieve ndërkombëtare, këtë e ka si pasion dhe e shoh që më vjen mirë pa i thënë asgjë, ajo ka filluar të vetë kultivohet në këtë drejtim. Tjetra është e vogël, janë ende të vogla. Po ju pëlqen kamera, ju pëlqen ekrani, kanë? Jo, kam përshtypjen që është edhe mosha që nuk i pëlqejnë kamerat, bile edhe shpeshherja këtu na ka marrë Esmeralda, po të shikosh ato janë të detyruara që të dalin në foto ndoshta, sepse me dëshirë nuk kanë qef që, kam përshtypjen është brezi që u pëlqen më shumë privatësia dhe të jenë jashtë objektivit. Qartë, si e menaxhojnë këtë famën tuaj? Ka problematika se mami është në ekran tërë kohën, babi gjithashtu, apo jo, është një brez distant? Kam përshtypjen që u pëlqen, kam përshtypjen që e vlerësojnë, por më shumë se sa fakti që babi dhe mami u dalin në televizion, është më shumë një fakt që babi dhe mami kanë bërë diçka me jetën e tyre. Kanë realizuar disa gjëra që i kanë patur objektiva të jetës dhe ato me shumë punë, me shumë mund dhe me shumë dëshirë, kanë arritur që të realizojnë veten e tyre në profesionet. Dhe pikërisht kjo është ajo që unë vazhdoj dhe insistoj Mirela tek fakti që sepse ka qenë një fjali e vërtet e veçantë, kur unë kam qenë sa Francesca, i matë më ka thënë një fjali. Nuk ka rëndësi se çfarë vendos të bësh në jetë. E rëndësishme është të jesh më i miri në botë në atë që ti bën në jetë. Dhe pak a shumë, kjo ka qenë edhe ecuria e jetës time dhe ecuria e tyre të paktën deri tani. Franco Egro, çfarë është Esmeralda Mulaj për ty? Esmeralda është bashkëshortja, Esmeralda është mbi të gjitha është shoqe. Është shoqe shumë e mirë dhe natyrat tona janë krejt të ndryshme. Ajo ka energji vërtet të veçanta dhe edhe në momente kur unë kam emocione jo pozitive për shumë çka, ajo zgjat dorën dhe e tërheq drejt së mirës. Gjithmonë një energji pozitive, gjithmonë një dëshirë për më të mirën, gjithmonë për të ecur përpara dhe gjithmonë për të ndihmuar, jo vetëm mua, por çdo që i rin afër, që të japi më të mirën e vetes dhe për të davaritur sadopak pesimizëm apo situata të pakëndshme, emocione të pakëndshme më saktë, që njeriu i krijohen rëndom në realitetin tonë. E qartë, sa vjet bashkë? Që kur unë isha drejtor në televizionin shqiptar, pra me njerë sa po erdha, 2002-shin. Në qënë 2002-shin, Qënë 2002-shin kemi bashkë. S'ka ndryshuar ca gjëra, apo si është maturuar raporti? Jo, është një raport krejt shoqëror. Shkrejt shoqëror. Ka qenë e bukur, një kolegja jone përbashkët që s'është më këtu, ajo nuk e dinte. Që ju ishit të martuar. Sepse ne të dy përpiqemi të jemi profesionistë të mirëfill. E vërtet. Dhe mbaj mend që erdhi një ditë kjo Mikesh dhe më erdhi mua dhe më thotë, "Ore, ti je i lidhur bashkëshorti i Esmeraldës?" Po, i thash. Dhe Esmeraldës kishte thënë, "Ore, je bashkëshortja e Frankos?" Po pse? Sepse ju kam parë të njëjtat vajza që hidhni në rrjetet tuaja sociale. Rastësisht keni të dy të njëjtët fëmijë. Të njëjtët fëmijë. Dhe po e gjithë dhe un kam përshtypjen Mirela, jemi shok. Jemi shok dhe jemi miq. Dhe kjo është ajo që nuk të lejon asnjëherë
Unë nuk kam dashur dhe Esmeralda asnjëherë nuk ka dashur që dikush të vendos, gjithçka është një bashkëbisedim harmonik, është një formulë që funksionon. Një formulë që funksionon. Funksionon dhe funksionon shumë mirë. Franco, ti beson në Zot? Po. Je besimtar praktikant? Jo. Apo? Nuk jam besimtar praktikant, por unë e thash Mirela që unë studiova arabisht. Dhe një nga kushtet për të njohur mirë arabishten ishte njohja e Kuranit. Dhe unë e kam lexuar Kuranin qoftë në arabisht, qoftë edhe në shqip. Më pas lexova Biblën, lexova Torën dhe realisht unë besoj në Zot. Por unë e kam shumë të rëndësishme objektet e kultit i vizitoj kudo ku jam. Në botën arabe, në botën katolike, në botën ortodokse, pra në botën e krishterë, dhe kjo më jep energji pozitive. Më jep energji pozitive dhe unë besoj në Zot, por nuk jam praktikant. E kuptoj. Nëse do takoje Frankon 20 vjeç sot, çfarë do t'i thoje? Do t'i thoja Mirela që follow your dreams. Ndiq pasionin tënd, sepse duke ndjekur pasionin, mbaj mend një nga shefet që kam patur në BBC, me cilën si thua ngjitëm shumë shpejt. Ajo më tha, ti punën nuk e ke punë, ti punën e ke hobi. Dhe kur unë e kam punën hobi, kur çdo kush e ka punën hobi, ai apo ajo nuk e ndjen si punë, si punë. Më beso, pata një situatë jo të mirë. Daja u nda nga jeta pak ditë më herët. Dhe e vuajta shumë sepse ka qenë pjesë e rëndësishme e jetës që fëmijë. Dhe pasi I dham lamtumirën e fundit në Vareza, unë nuk shkoj dot në Drek dhe vi direkt e këtu për të bërë emisionin e të shtunës së kaluar, mirë po duhet bëja 2 emisione. Dhe qelloi dita që duhet bëja 2 emisione, një me regjistrim në 4:30 dhe live-in në 6. I vetmi njeri që e dinte është bashkëpunëtorja ime më e mirë, Egla, Eglantina Nasi, që e përshëndes, dhe vetëm asaj I thash. Dhe ajo tha, nëse do të ndej diçka, do të të flas në vesh. Por kur mbarova, qoftë e regjistrimin, qoftë tha, Franco, në momentin që ndizet drita akuqe ti haron dhe emrin tënd. Pra, kur e bën me pasion, kur e bën me dëshirë, ti harron gjithçka dhe fokusohesh tek ajo që është më e rëndësishmja. Raporti yt me publikun. Ti e thua kaq thjesht sepse ti je profesionist dhe I ke dedikuar jetën kësaj gjëje që të vjen ty thjesht, por do shumë punë që të vi kaq thjesht. Për këtë jam shumë e bindur. Franco, nëse do takosh veten 85 vjeç sot, çfarë do t'i thuash? Do të them që je me fat që ke jetuar ka gjatë dhe I ke lëvruar të gjitha dimensionet e fushës që doje të eksploroje që kur ishe 18 vjeç. Kam bërë nga ndihmës reporteri deri tek drejtori I përgjithshëm I 2 televizioneve të rëndësishme në Shqipëri. Kam punuar atje ku shumë pak shqiptar kanë punuar me shumë dëshirë. Kam studiuar atë që kam dashur dhe ndihem shumë I plotësuar nga dimensioni profesional. Intervista në Sirtar? Jo, nuk kam. Vajzat insistonin fillimisht pse nuk interesohesh për të intervistuar Joe Bidenin dhe tani thonë pse nuk insiston për të intervistuar Donald Trumpin. Dhe ndoshta kanë të drejtë. Ndoshta kanë të drejtë. Presim dhe shohim. Presim dhe shohim. Asnjëherë si dihet. Dhe doja realisht më erdhi para pak ditësh kolegu ynë Andi Bejtja hodhi një foto të intervistës së tij me presidentin George Bush dhe realisht u kënaqa që presidenti amerikan intervistohet nga një gazetar shqiptar.
Në Londër unë i kam intervistuar në kohën që jetoja shumicën edhe kryeministrin e Britanisë Madhe e tjerë, por sido që t'jetë në gjeopolitikën aktuale, emisionet Balkan Talks po i organizojmë rreth deklaratave të presidentit amerikan. Kështu që ajo mbetet një ëndër në sirtar, qoftë me Trumpin apo me atë që do të pasojë, nëse do ta. Pse jo? Ne këtu jemi për ta raportuar ngjarje, më pas se vërtet do të jetë ngjarje, do të jetë lajm. Franko, ishte shumë kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit shumë, Mirela. Dhe unë besoj që të njëjtën kënaqësi dhe të njëjtën vlerë kanë marrë nga kjo intervistë ata që na kanë ndjekur. Faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit. Miq, ne takohemi të diel në ardhshme, mirupafshim.